Të dashur koleg, zonja dhe zotrinj, më lejoni që ta prezentoj kabinetin e qeverisë së re. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Albin Kurti. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Damka. Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Hekuran Morati. Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale, Andin Hoti. Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sfeqla. Ministri i Administratës Publike dhe Digitalizimit, Lulzën Jakxhiu. Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Avni Zogjani. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Fatmir Spahiu. Ministri i Sportit dhe Rinisë, Blerim Gashani. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Rasim Demiri. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Fitore Pacolli. Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja. Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Besnik Bislimi. Ministre e Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane, Mimoza Kusari. Ministre e Energjisë dhe Minerave, Artona Rizvanolli. Ministër për Komunitete dhe Kthem, Nena Drashiq. Ministër për Zhvillim Rajonal, Sejnur Vejshall. Ju faleminderit.